Më 29 nëntor 2023 në këto ambijente ku do duhej të mbrohej konkurenca e të luftoheshin marrëveshjet e fsheta që për qëllim kanë rritjen e çmimeve në treg, zyrtarët publik degraduan, duke u përleshur fizikisht. Drejtori i Autoritetit të Konkurrencës Selajtin Beqa pati një incident me ish ushtruesin e detyrës të departamentit për mbikëqyrjen e tregut, Shemsi Elezi. Versionet se për çka nisi përleshja fizike janë të ndryshme. I pari institucionit Beqa thot se Elezi e kishte kapur për fyti duke i refuzuar ofrimin e llogaridhënies dhe në vetmbrojtje e kishte shtyr për çka ishte përplasur në cepin e derës. Unë kam qenë duke vazhduar në zyrën time, për të hyrë në zyrën time, ai ishte duke më pritur aty. Dhe me një ton kërcënues nga ana, domethënë e majt kështu, më deklaron që mos më dërgo më emaila kësaj. Dhe ndaloj këtë kërkesa. Thash emaila dhe kërkesa për punë do të kemi vazhdimisht edhe ti unë edhe secili. Për punë jena këtu. Dhe atëherë më ka kapur për fyti. Kam tentuar ta largoj dhe nuk u hiqten nga qafa ime, domethënë më kapi për siç i themin e për fyti. Dhe në atë moment e kam shtyr. E kam parë që ka nxanë në shtyllën e derës dhe si gjysmë më rrëzuar në korridor. Dhe unë e hapa derën për të u futur në zyrën time dhe në atë moment ai u zgjuar dhe më ka sharë me nën. Dhe atëherë kam thënë që ke njohur nënën time, ke qenë te nëna ime, nuk është mirë me shah ashtu dhe në atë moment më ka vërsur me goditje në këtë pjesë, por nuk ka mundur të më çallaj. Edhe atëherë kam shtyr përsëri mrapa dhe përsëri ka nxënë në shtyllën e derës dhe është rrëzuar. Në atë moment kanë ndërhyr kolegët, ka qenë. Ndryshe nga Beqa, Elezi thot kishte dalë për të fotokopjuar dokumente, kur drejtori Beqa e kishte sulmuar fizikisht. Jam drejtu me dalë për zyrës për me shku te printerin në fund të korridorit. Edhe pa një pa dy në s'kom ditë kështë gjon, veç kër më ka dalë për derës, për zyrës ti, edhe më ka godit në trup, në kry, në unash, kënej, edhe që pjesë të, edhe dyshaj, që këtu, sipas analizave që kanë bërë Instituti i Mjekësisë Ligjore, dyshohet për një mjet të fortë mbretës, jo impret. Edhe që dyshoj që mund me ka një, Allah zotë s'ka, po mund me ka diçka, një mjet tjetër, që ka marrë puna, ka me kërku edhe prej institutit prapë me vlerësu cili ka qenë qaj mjet. Po, unë dyshoj që mund me konë edhe armë, që më ka godit, më ka prej në qaftu, edhe më ka godit në tëna pjesë të trupit me shkelme. Unë s'kom pas mundësi asë një levizje me bon. Si më ka godit në kry, unë i mra për toke, edhe gjatë gjithë kohës ka godit për një minuta, 2, nuk e di sa 2 minuta. Pra po themi që nuk ka pas diskutim, ka pas... Asë një diskutim, unë s'kom ditë gjanë, kur gjëhish veç dur në gjepa i kom pas, edhe më shku direkte. Dhe sa ka ushtruar dhunda juve, po thoni? A kanë qenë 2-3 minuta, 5 minuta, nuk e dita.